Në vazhdim do t'i idhem fillimisht me Rasim Demirin nga koalicioni Vakat për të folur për kërkesat e komunitetit bosnjak. Demiri, faleminderit shumë për pjesëmarrjen Kompas fillimisht. Faleminderit edhe juve. Çfarë u diskutua në nivel të konsultave paraprake, para se të ketë një koalicion potencial mes juve dhe lëvizjes vetëvendosje për t'ja besuar edhe votën tuaj kabinetit të ri qeveritar? Në falë vesh, në fillim me shasu, unë jam kryetari i koalicionin Vakat, jo përfaqësuesi i Vakatin. Se që shtu keni lezu, tash nuk e di a ka shkruaj që ashtu kryeministri, por unë jam kryetari, jo përfaqësuesi i Vakatit, po nejse. Faleminderit shumë për këtë thirrjen që kam hapësirën me fol për takimi i sotme me kryeministrin. Kjo nuk është hera e parë, na kemi pas disa takime edhe më herët. Tash kemi pas një takim që ka qenë takimi zyrtar, edhe kemi diskutu për shumë temat që janë shumë rëndësishëm për komuniteti bosnjak. Na sot nuk kemi fol për politikën kadrovike, se ma shumë jemi konsideruar ka kërkesat që kemi për qeverin e ardhshme. Ato kërkesat që kemi janë kërkesat normale, kërkesat që janë në interesin e bosnjakëve. Çfarë kërkesa janë këto? Në vendin e parë, na nuk është kjo hera e parë, na me çdo qeverin që kemi pas më herët bashkëpunim, në çdo kërkesa ka qenë formimi i komunës ku jetojnë bosnjak. Sot që to u konë tema e parë ku kemi fol me kryeministrin, se disa edhe më herët kur kemi bo marrëveshjet me çdo kryeministër, na kemi pas këtë pikën në vendin e parë, se mendojmë që është një prej prioriteteve për komunitetin bosnjak. Qashtu që sot veç ka qenë diskutim, nuk ka qenë si kusht për kryeministër, veç kemi biseduar ç'është është mundshme për formimi një komunë e bosnjakëve. Cili është disponimi, zoti Demiri, cili është disponimi i mandatarit për kryeministër për t'u plotësuar këtë kërkesë? Kryeministri është i gatshëm shtu ta bisedojnë, po prapë nuk varet veç prej kryeministrit. Qeveria mundet me marrë vendim. Në anën tjetër, prapë na duhet votimin në parlament. Në parlament na duhet 61 vot, ose në anën tjetër shumica e thjeshtë. Por do thot 50 deputet që janë prej komunitetit shqiptar, ose shumicë, edhe 2/3, atëherë prej 20 deputet që janë edhe deputet që janë jo sërb, edhe që janë sërb, do thot na duhet 11 vota. Kjo nuk është e re për neve, na kemi kërkuar edhe më herët, por në anën tjetër, si që jeni edhe ju dëshmitar, keni pa edhe në çdo debat, Duda Bale që ka si kusht, por mas zgjedhjeve Duda Bale ka pas si kusht, por sot çush kemi dëgju deklaratën e vetë, nuk e ka pas si kusht, po ka pas si kërkesë. Kur është pyetja për komunën e bosnjakëve, ose për komunën e Reçanin. Nëse po të kuptoj edhe njerë, të lutem, nëse po të kuptoj sakt, deputetja Balje fillimisht e ka pasur kusht, por aktualisht nuk e ka kusht që ta jap votën e saj për qeverinë e re. Ato që kemi pa vetë, nuk e di a ka qenë musafir edhe të juve.
po në disa medjave, mas zgjedhjeve, për rezultatin që ka kalu shumë dëp në rajonin e Zhupes, se na si bakat kemi fitu zgjedhjet në Prizren, në Zhup, edhe në Podgorë, në komunën e Prizrenit po flas, për rezultate që ka pas shumë dëp, tash kemi në anën tjetër zgjedhjet lokale, tash Duda Bale po donë me shfuzu për me formu komunën. Duda Bale ka pas 4 vjet me punu për komunën e Reçanin, se ka bo kur gjo, po tash derin sot ajo ka pas si kusht, mas takimi me Kurtit, ajo ka ndryshu me njëherë, ka thonë na kemi pas jo kushtet, po kërkesa. Po, nëse keni pas në vazhdimësi për krejt pushtetet këtë kërkes, a besoni që ky është mandati në cilin plotësohet kjo kërkesa juaja? Unë jam optimist, ama në anën tjetër jo që kemi si kusht, po mundemi me besu. Kryeministri është i hapur të besojnë për këtë temë, po prap na duhet 61 vot në parlamentin. Duhet të bisedojmë me deputetet, duhet të bisedojmë me krejt komunitetet që janë, a do të kemi mbështetje. Tjera kushte, a keni për ta votuar qeverin e udhëhequr prej lëvizjes vetëvendosje në aspektin e përqindjes ndoshta ose hisës tuaj në kabinetin qeveritar të zëm? Nuk kemi fol për kushte, se na veç kemi fol edhe për problemet tjera që kemi. Tash nuk e di sa, e din edhe sa informata keni kur është pyetja privatizimi, që është keqja ma e madhe për komunitetin bosnjak. Posaçërisht në rajonin e Zhupes, banorët e Zhupes e kanë shumë problem me privatizimin. Nuk e di a keni përsjell, na kemi pas jo na, komuniteti bosnjak, komuniteti që jetojnë në Zhup, kanë pas edhe disa protestet, se për një me kemi një problem që është shumë i madh, na kërkojmë, na si bakat, kemi bloku do proceses për privatizimin, po nuk është deri në fund se në kohën e fundit Agencioni për Privatizim e ka qitë në shitje vende që janë më të mira, që mundet me dëmtu komunitetin bosnjak që jetojnë nalt, se kjo është për ne mas komunën e Reçanit, privatizimi është numër 1, edhe na kemi kërkuar edhe sot, edhe do të kërkojmë, do të thotë blokimi i privatizimit në këtë pjesë. E qartë, qysh janë gjasat për votën tuaj më 15 prill, kur konstituohet kuvendi? A keni ende qëndrim të prerë? Po, na nuk kemi vijat e kuq, unë mendoj që mundeni me kuptu ato që kom dash me tonë. E qartë, dhe nëse nuk ka një shumicë parlamentare për lëvizjen vetëvendosje, a keni vot për, ose a jeni të hapur për diskutime me mandatarin e dytë në këtë rast? Që shë kom thonë në fillim, do thotë na jemi koalicion, jemi prej 2 partive, një meselin që është në Prizren, dyta është në Dragash. Edhe për takimi sot me që kemi pas me kryeministrin, na kemi pas mbledhje, kemi marrë vendim edhe kemi taku kryeministrin. Që ashtu edhe për opcioni 2 që shkeni përmend ju, na kena me pas si koalicion mbledhje edhe kena me marrë vendim. E qartë, Demirit falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në Kompas. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë, do ta vazhdojmë diskutimin për çështjet ose kushtet ose kërkesat e partive të pakicave që do të përfaqësohen në Kuvendin e Kosovës, e kam tashmë në studio zotrin Veton Berisha.